A e dini çfarë del bashkë me ujin e dushit? Dëgjojeni tani dhe pastroni menjëherë. Koka e dushit mund të strehojë miliarda bakterie që zhvillohen në nxehtësi dhe lagështi, duke krijuar kështu një ekosistem të vogël të padukshëm për syrin. Shumica e këtyre mikrobeve janë të padëmshme, por disa lloje mund të shkaktojnë infeksione në mushkëri, sidomos te personat me shëndet delikat. Bakteret formojnë në një shtresë të hollë të quajtur biofilm, e cila mbron nga pastruesit dhe dezinfektuesit e zakonshëm. Ndër llojet më të zakonshme gjenden edhe mikrobakteriet, të cilat mund të preferojnë edhe mjediset me ujë të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Dushet moderne, që kursejnë ujë shpesh, krijojnë kushte më të përshtatshme për këto mikroorganizma, ndërsa kokat plastike të dushit janë më të prirura që të mbajnë më shumë se ato metalike. Megjithatë, është e rëndësishme të bëni her pas here pastrimin e kokës së dushit për të ulur kështu rrezikun e dëmtimit të higjienës së huaj dhe për të përmirësuar gjithashtu edhe elementët të cilët mund t'jap lëkurës së huaj uji i ngrohtë.